Pas dështimit të samitit të parë në Alaskë më 15 gusht, pritet që presidentët Donald Trump dhe Vladimir Putin të zhvillojnë një raund të dytë bisedimesh në Europë, me shumë gjasa në Budapest. Kremlini ka konfirmuar se takimi mund të ndodhë brenda 2 javësh ose pak më vonë, por ende nuk ka një datë zyrtare. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, deklaroi se përpara se të përcaktohet data, duhet të zhvillohet një takim paraprak mes ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov dhe sekretarit të shtetit Marco Rubio për të zgjidhur çështjet që mbeten të hapura. Në deklaratën e tij, Peskov theksoi se Rusia mbetet e gatshme për një zgjidhje paqësore të luftës në Ukrainë, por pranoi se përpara një takimi të nivelit të lartë, duhet adresuar edhe çështja e urdhër arrestit ndërkombëtar ndaj presidentit rus, lëshuar nga gjykata ndërkombëtare penale. Kjo gjykatë ka kërkuar nga Hungaria si vend antar i BE-s dhe nënshkruese e Statutit të Romës që të zbatojë vendimin në rast se Putin hyn në territorin e saj, por qeveria hungareze ka bërë të qartë se nuk do të arrestojë Putinin. Ministri i jashtëm Peter Szijjártó deklaroi: "Ne e presim presidentin Vladimir Putin me respekt. Ai do të hyjë në Hungari, do të zhvillojë negociata të suksesshme dhe do të kthehet në shtëpi. Nuk kemi nevojë për konsultime me askënd, jemi një vend sovran." Kjo deklaratë vjen pasi vetë Putin ka biseduar në telefon me kryeministrin Viktor Orban, i cili pas njoftimit të Kremlinit i ka dhënë garanci të plota për mbajtjen e samitit në Budapest. Nga ana e saj, Bashkimi Evropian nuk ka vendosur ndalim udhëtimi për Putinin, ndonsa ai mbetet në listën e sanksioneve ekonomike. Zëdhënësja e Komisionit Evropian theksoi se zbatimi i urdhër arrestit ndërkombëtar është kompetencë e shteteve anëtare individualisht, jo e BE-s si blok. Samiti i ardhshëm synon të rifillojë negociatat e ndërprera në Alaskë, ku palët nuk arritën asnjë rezultat konkret mbi çështjet kyçe, tërheqjen e trupave ruse nga Ukraina, statusin e territoreve të pushtuara dhe garancitë e sigurisë për Kievin. Ky raund i ri negociatash Trump-Putin përfaqëson një përpjekje të dytë për të testuar diplomacinë amerikano-ruse në një moment kur lufta në Ukrainë ka hyrë në një fazë të ngrirë ushtarakisht, por të ndezur politikisht. Zgjedhja e Budapestit nuk është rastësi. Ajo simbolizon neutralitetin e kontrolluar të Viktor Orbanit, një aleat i deklaruar i Moskës brenda BE-s dhe një figurë që shpesh luan rolin e ndërmjetësit për interesat të dyfishta. Por ky takim mund të kthehet në një provë të vështirë për perëndimin. Për BE-n, pranimi i një samiti në territor evropian, ku një vend antar refuzon të zbatojë urdhrin e një gjykate ndërkombëtare, është goditje për kredibilitetin institucional të vetë Unionit. Nga ana tjetër, për Trump, që kërkon të paraqitet si arkitekt i paqes, kjo është një shans për legjitimitet ndërkombëtar, ndërkohë që në SBA përballet me tensione politike dhe akuza të brendshme. Në anën tjetër të tavolinës, Putin e shfrytëzon këtë proces për të legjitimuar pozicionin e tij global dhe për të treguar se pavarësisht urdhër arrestit ndërkombëtar, ai pritet me tapet të kuq në zemër të Europës. Por një gjë është e qartë: çdo paqe e negociuar në kushte asimetrike, ku agresori vjen si i barabartë dhe viktima mungon në tryezë, nuk është marrëveshje, por simulim diplomatik i forcës. Ky takim, nëse ndodh, nuk do të matet nga fjala dialog, por nga masat reale që do të ndjekin apo mungesën e tyre në terren.